Hey, ti merr atë fuqinë nga ana e djathtë, ndërsa unë do marr atë në të majtë. Mirë, bashkëpunimi në ekip është një mësim me rëndësi. Ja ku po vi, unë mund t'ja arri ata vetë tashmë, vetëm më shikoni. Me sa duket, loja mbaroi. Ky ishte simulimi shumë i keq i garëson që kishim bërë më parë. Ju duhet të mësoni që të bashkëpunoni në ekip dhe të respektoni aftësitë e njëri tjetrit. Shiko pak ti mjeshtri kokë të neqe. Olali, ai është mjeshtri jonë mësues. Është në rregull, më kanë vendosur epitete më të këqija se kjo. Shkurta biq, mbeturinë e kalbur, kosh plerash. Por ajo që dua nga ju është të harroni këtë dhe vetëm të vazhdoni përpara. Mund ta bësh edhe ti këtë, Phineas? E urrej kur njerëzit më thrasin ashtu. Mami më thret në këtë emër. Është mungesë të respekti, a nuk mendon kështu? Po mjeshtër. Mësues, e kuptova se çfarë doja të thoje. Ne duhet të respektojmë të tjerët, miqtan të ekipit dhe mbi të gjitha të respektojmë veten. Tani, praktikohuni në anën e respektit dhe ndeshuni në një garë aktuale kundër përbindëshave të vegjël me emrin Kaxhi. Shikon, mbeturinat po bien lart nga qielli në zonën time të vdekjes, ku mund të bëj shumë gjëra. Ja dhuroj rritet e fuqisë së multiplikimit. Jo, shko tek e majta tjetër atje ku ndodhet. Po mund t'i thirr që të gjithë për jashta, pa merak. Fin, a mos harrove gjë? Duhet të respektojmë miqtan të ekipit. Në rregull, aftësia e veçantë, fuqia shpërthyese. Ne duhet të vendosim një lëvizje të dy fisht së bashku për t'i marrur Kaxhit fuqinë observuese të tij. Mirë. Po, bukur, funksionoi. Po në mirë në skuadër dhe shikoni një fuqinë ndriçuese shpejtësie vortex të madh. Ja! Në rregull, mendoj se duhet të mësojmë me punën e ekip. E urrej fuqinë e ndriçimit të shpejtësisë së madhe të vortexit.